Loja që kishte nisur me shumë entuziazëm dhe që zgjati plot 24 orë u kthye në një provë të vërtet durimi dhe qëndrueshmërie për banorët. Bia dhe lëndrimi ishin ndër ata që u përfshin më seriozisht, duke u përpjekur ta çonin deri në fund, pavarësisht lodhjes fizike dhe presionit mendor që rritej me çdo orë që kalonte. Në fillim, gjithçka dukej e përballueshme, por me kalimin e kohës, energjia filloi të binte ndjeshëm, të dy u pan duke luftuar me veten. Qëndrimi i zgjatur, mungesa e rehatisë dhe tensioni i vazhdueshëm i lojës filluan të linin gjurmë. Fytyrat e tyre tregonin lodhje, lëvizjet u bën më të ngadalta dhe heshtja mes tyre fliste më shumë se çdo fjalë. Ishte e qartë se loja po bëhej gjithnjë më e vështirë për t'u mbajtur. Në fund, erdhi momenti i dorëzimit. Bia dhe lëndrimi pranuan se nuk po arrinin ta mbanin më. Nuk ishte një vendim i lehtë, sepse të dy kishin investuar shumë kohë dhe energji. Por trupi dhe mendja kishin arritur kufirin. Me këtë vendim, ata hoqën trikon e përbashkët, simbolin e angazhimit të tyre në lojë, duke shënuar zyrtarisht përfundimin e përpjekjes. Pas mbylljes së lojës, atmosfera ndryshoi. Nga tensioni dhe përqendrimi i vazhdueshëm, kaloi në një çlirim të dukshëm. Bia dhe lëndrimi festuan fundin e sfidës, jo si fitues, por si dy persona që kishin dhënë maksimumin e tyre. E qeshura, përqafimet dhe komentet e lehta treguan se, pavarësisht se loja u la për gjysmë, ata ndiheshin krenar për atë që kishin provuar. Kjo lojë e lënë për gjysmë u bë një shembull i qartë se jo çdo sfidë matet vetëm me fitoren. Ndonjëherë, vetë përpjekja është prova më e madhe. Bia dhe lëndrimi treguan se të njohësh kufijtë e tu dhe të dish kur të ndalesh është po aq e rëndësishme sa të vazhdosh. Dhe në një ambient si Big Brother, ku çdo moment është nën vëzhgim, edhe dorëzimi mund të jetë një akt i sinqert dhe njerëzor.